Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur kolagen natyral në shtëpi. Gelatina e kockave ka kaq shumë vlera, kjo i bën atë kaq të rëndësishme për shëndetin ton, për organizmin, për trupin, për lëkurën. Fillojmë ta përgatisim bashk. Kam përdorur 3 kg kocka viçi, të cilat i kam pjekur për 30 minuta në 250 gradë, derisa kanë marrë këtë ngjyrë. Mund edhe të mos i piqni, por të pjekura marrin një shije shumë të mirë. Pasi janë gati, i vendosim në tenxhere. Unë kam shtuar një qep të kuqe të ndarë në copa, 3-4 thelpinj hudhër të mëdha, piper të zi, piper mix, 1 deri në 2 karrota, krip, sigurisht rreth 1 lugë gjelle krip, majdanos të freskët dhe selino të freskët. Këto janë sipas dëshirës, por i japin shije akoma më të mirë, por edhe vlera më të mira. 2-3 lugë uthullmolle, kjo është shumë e rëndësishme që do ndihmoj në shpërbërjen e kockave dhe në mënyrë që kolagjeni të jetë sa më cilësor. Do shtojmë edhe ujë dhe do ta vendosim të ziej për rreth 7-8 orë në temperaturë shumë të ngadaltë. Duken ato kur janë gati, pasi kockat kanë filluar të shpërbëhen dhe dalin lehtë prej saj. Ja shih se shihni, janë gati. Kockat mund t'i zieni edhe në multicooker nëse keni në shtëpi në opsionin slow cook, ose në tenxhere në temperaturë të ngadaltë, siç e bëra unë në këtë radhë. Unë e kam multicookerin, por këtë radhë e kam regjistruar të gjithë procesin dhe e kam përgatitur në tenxhere normale. Pasi është gati, do t'i largojmë kockat me një anë dhe do t'i kullojmë shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Do vazhdojmë kullesen e të gjithë masës, mund të zgjidhni çfarëdo lloj ene që ju preferoni. Unë zgjodha këtë tavën e qelçit dhe pasi është gati do ta lëm në frigorifer për disa orë në mënyrë që të mpikset. Unë e lasht për gjithë natën, pra e nisa përgatitjen në mëngjes, derisa mbaroi e kullova dhe më pas e lash gjithë natën në frigorifer. Ky është rezultati në mëngjes. Unë e kam larguar këtë pjesën e yndyrës që ngrin, edhe mund ta lini, por në këtë rast kishin shumë në fakt, dhe e kam larguar me një anë dhe më pas e kam prerë në copa dhe e kam ruajtur në ngrirje. Kolagjenin natyral ose ndryshe gelatinën e kockave mund ta konsumoni në receta të ndryshme ose në formë çaji me ujë të nxehtë, kështu siç të po shihni tani në video, pra sipas dëshirës. Unë e përdor edhe në kështu, edhe në receta, sidomos për djalin tim i cili ka shumë vështirësi në konsumimin e mishit, pra i merr vlerat nëpërmjet saj. Si ju duket si recetë, pres përshtypjen tuaj. Faleminderit.